përshëndetje YouTube-i, mirë se keni ardhur në një tjetër video time, ku sot do bëhemi gati sepse do ikim në Itali, po do bëjmë rrugën me makinë edhe, siç mund ta shikoni, unë sapo jam larg, prisni pak. T'ja ulim pak zërin televizorit. Ha moj ti, kjo goca ime nuk ka ndërmend të fleri gjumë, kështu që unë mos të vonohem kot, filloj të bëj në një gjë, sepse t'ju tregoj pak. Atëre, ne e kishim në plan për të ikur nesër. Nuk është se është vendosur 100% sot, nëse burri nuk ka shumë punë, mund të nisemi që... Zoji! U vra. Ha, mi strece, jo. Nuk u vra. Nëse nuk ka shumë punë, mund të nisemi që sot. Nëse, për shembull, bëhet në orën 2 ose 3. Sepse kishim ndërmend të niseshim nesër herë në orën 3 të mëngjesit, 3-4 të mëngjesit. Por, të shikojmë. Dhe unë sa po bëra një dush shpejt e shpejt, mendova se do flinte Zoji, por Zoji nuk ka ndërmend fleri, kështu që sa të vonojmë kot, unë po bëj disa gjëra gati, sepse rrobat e Zojit i kam nxjerr, thjesht duhet t'i fus në çanta, edhe nuk është se do rrim shumë, do me thënë të dielën, kurdo që të ikim, do me thënë që të vendoset sot 100%, se nuk është 100% akoma, por mendojmë. Të dielën do ktheheshim, do me thënë do kthehemi të dielën në drekët. Dhe do ta bëjmë me makinë rrugën, ju thash më duket. Është diku te 8 orë, por meqense se ne normalisht do bëjmë dalesa rrugës, se kemi dhe Zojin është e vogël, mpihet edhe mpihemi ne jo me ajo dhe do ndalojmë rrugës. Tani, çfarë do bëj tani? Do iki, duhet të sistemoj rrobat e Zojit një herë, t'i fus në çanta, sepse i kam bërë gati 3-4 ndresa. Mendoj se mjaftojnë për këto ditë. Se di, duket sikur kam marrë shumë, po prap them jo, më mirë të jem se sa mos t'i kem. Thjesht mendoj këtë gjë që atje Zoji nuk është se unë do t'i jap të haj vet, do ja jap unë, edhe kështu që se nuk ka ku të ulet. Kështu që do ja jap unë dhe nuk është se mund të bëhet shumë pis. Këta po mendoj. Nëse i kam bërë disa rrobet, shikoj, derisa të vendoset që ta mbyll çantën, mund të shtoj edhe diçka tjetër. Edhe për vete do shikoj, jam shumë e pavendosur se çfarë do vesh. Koha është diell, por nesër e ka dhënë për shi edhe në vazhdim. Edhe atje në Itali ishte koha shi, edhe atje ku jeton kunati im, se ata janë në kufi me Zvicrën dhe është koha njësoj si këtu. Kështu që do shikoj se çfarë do marr. Ndoshta marr ato kostumet që kam 2 kostume, që nuk janë dhe shumë të trasha, po dhe shumë të holla jo. Do shikoj se çfarë do vesh. Duhet të jem sa më lirshëm, si rrugës edhe atje se nuk e di, do dalim apo jo, por gjithsesi. Shumë llafe kam una. Tani do iki, do marr Zojin me ata, t'i fusim rrobat në çantë, sepse kjo nuk ka ndërmend fleri dhe kështu që sa triun të merrem kot me Zojin, sa ta zëri gjumi, më mirë shkoj bëj ato punët, edhe kjo po unë nisëm të flerin makinë, është edhe më mirë për neve. Kështu që me vrap do ikim të rregullojmë të fusim rrobat. Dhe nëse shikoni shtëpinë Romoj, besoj se më kuptoni. Kur udhëtojmë të gjithë të bëjmë Romoj, edhe pse unë kam fshirë, paktën është e fshirë, nuk është e pa fshirë, kështu që nga kjo anë është, okay, se kam fshirë që dje që mbrëm. I ka një herë tani. Si është gjendja këtu me rrobat e Zojit, që i pata pak më të sistemuara në mëngjes, por Zoji miq sistemoj. Tani, këtu te kjo qeska, unë kam darë 1-2-3 getat holla, çorape dhe napa dhe përparse që t'i kem, se asnjëherë nuk i diet. Getat e holla jam ora sepse ndoshta ja vesh poshtë, nuk e di si do jetë koha, se kur dalim, nëse dalim, ndoshta jashtë është ftohtë. Kam marrë këto që janë badi, një 3 badi të gjata, dhe këto të dyja janë rrobe gjumi. Do i marrë edhe thesin e gjumit, që mos të harroj. Këtu kam futur vetëm bebelina, do fus edhe këtë letrën e lagur, kam edhe tjetër që do ta marr ta kem për jashta, normalisht. Tani, tjetër gjë, do t'i marrim Zojit normalisht, t'i marrim edhe këto. Suposto se asnjëherë nuk i diet, mos qoftë, por që asnjëherë nuk i diet, jemi të përgatitura. Do i marrim këtë kompletin, po mendoj këtë rozin t'ja vesh për rrugës. Okej, do i marr një tjetër. Do i marr këtë trikon, të cilën ja kam kombinuar me këto pantallonat, që normalisht do t'i vesh me geta poshtë, sepse janë çik të holla.
se di, po mendoj t'i marrë edhe këtë trikon dhe kjo është pak e hollë, por me xhup lart edhe me badi poshtë është okej. Me këto tutat. Tjetër gjë do i marrim këto tutat, të cilat mendoj t'ja vesh me këtë. Besoj se kaq rrobe mjaftojnë, nuk e di sa i bie 1, 2, 3, 4. Okej, po ikëm sot neve, ndoshta i shtoj edhe në i pal tjetër, nuk e di, shikoj deri në fund. Dhe do përdor ato 2 çantat aty, se mendoj se do duhen të dyja. Edhe do i marr këtë xhupin Zoit, vetëm një xhup, që ja kam bler tek Primark, ku nuk ja kam veshur asnjëherë. Këtë do i marr edhe është okej. Okej, tani se di ç'a duhet tjetër. Por okej, do fus edhe këto këto qeset, që janë qese për të futur bebelinën, kur e ndron. Unë e përdor edhe në shtëpi edhe për jashta e marr gjithmonë. Do i fus edhe ato. Kështu, t'i fusim te çanta edhe të shikojmë pasaj se çfarë do veshim për vete, se Zoin e rregulluam, po për vete akoma asnjë gjë. Unisëm. Ora është 5:20. Të shikojmë tani. Nuk filmova më pasi rregullova ato gjërat, i sistemova pak shtëpinë, edhe i bëra ushqimin Zoit e këto gjërat shumë e vete. Tani do unisem, sepse ashtu e vendosëm. Vajti pak vonë, por arrim natën atje edhe më mirë për ne, sepse pastaj do jemi, do me thënë i bie të premten dhe të shtunën do jenë 2 ditë të plota. Prandaj më shumë plus edhe për Zoin, se ajo do fleri gjumë tani, avash vjen darka, edhe në orën 8 Zoi flej gjumë, kështu që do e kaloj shumicën e rrugës në gjumë. Do ju marr me vete, këtu mbrapa nuk është se kap në një gjë kush e di, por do mundohem, ose kur të bëjmë ato ndalesat e tona, se normalisht do ndalojmë, edhe kështu do jetë edhe natë. E di që kualiteti ndoshta e videos nuk do jetë shumë i mirë darket, por s'ka problem, unë do ju marr sërish, sido që të jetë puna. Koha këtu është vap, unë jam me të shkurtra, se normalisht makinë nuk është tot. Ka marrë edhe një kostum me kazë gjata ta kem, se nesër e ka dhenë për shi, por atje më duket se janë pak 2-3 gradë temperaturat më të larta se këtu. Shofim. I mora robet kështu shpejt, sepse kisha shumë punë edhe nuk e kishim vendosur 100% që të bënim edhe në minutën e fundit, por s'ka rëndësi. Rëndësi ka që do shkojmë, do kënaqemi se robet vishu si tjetë. Edhe Zoi këtu është zgjuar, po më shikon mu, i ka marrë disa lodra me vete normalisht, se ajo fillon pastaj, pak e ka me siklet, nuk do të rri shumë aty te Soggiolino, por uroj që të shkoj mirë, do me thënë, mos të na grindet shumë, mos qaj shumë. Edhe kështu, të shikemi sërish. Opa, mama. Opa, Zoi. Përse Opa! Hati! Bravo! Tani kemi ndaluar këtu, sepse kemi bllokim rrugë, nuk e di trafik, se di ku jemi këtu, po në Frankfurt, se bura re mirë tabelat, me të drejtë se... Ha? Pa hyrë Frankfurt, se nuk është se i kam parë tabelat, nga që jam këtu mbrapa edhe me Zoin të humar, por kemi trafik, edhe diku tjetër përpara patëm pak. Uroj që këtu pas ka shumë këtu me sa shoh, unë larg. Gjithsesi, ne do vazhdojmë, kur do që të shkojmë, do shkojmë. Opa. Et uvaj. Kujtjuj. Bravo. Akoma jemi duke pritur. Edhe nuk e di se ku do nisemi. Normalisht Zoin nuk urrente edhe s'korrim dot na.
Ndryshim plani. Kemi 3 orë këtu që po presim. 3 orë u bë që po presim, ka ndodhur një aksident. Edhe ne vetëm 1 orë rrugë kemi bërë nga shtëpia, domethënë, edhe nuk ja vlen që ta vazhdojmë më tej. Kemi vendosur që të kthehemi edhe të nisemi herët në mëngjes, ashtu siç e kishim në plan. Ço do bëjmë tani? Tani akoma ne si dihet kur shkojmë në shtëpi një herë, se s'ka shenja fare që ku e diun që të lëvizin këto makinat. Sojnë e zuri gjumi edhe Dhe në gjumi këtu. po në dalisht që këto këmbët se unë piva fare. Edhe se di. O, mërzita tani. Gjithsesi, nesër mëngjes tani kur të nisemi. Shkojmë shtëpi, bëjmë na 1 orë gjumë, se të dhëtojmë natën asherë si dihet, kështu që më mirë. Do shihemi sëri, do shihemi nesër. Ndalesa e parë. Mirëmëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. Sot është e premte dhe jemi nisur në orën 4. Jemi rrugës, e bëm ndalesën e parë siç e pat, ndaluam pak. Edhe tani jemi rrugës, jemi fut në një autostradë që është shumë e gjatë edhe pas kësaj arrim në Zvicër, por do orë akoma. Kemi kohë. Ne në Itali arrim në ora 1-2 besoj, nuk e di. Të shohim. Por jemi mirë. Edhe koha që nga mirë, nuk se di. Ande që nga si vrejnë tur, shef? Ande nga tanë, kurse këtë e si e hapur. Gjithsesi dhe Zorin e kemi zgjuar dhe kaq. Për gjysmore apo për sa mund të arrim neve? Në Zvicër. Për gjysmore, për 30 minuta domethënë, ne futemi në Zvicër edhe pastaj edhe pak na ngel për të arritur në destinacion. Atje nuk ka oferta e telefonit, normalisht interneti e këto. Por nëse do na duhet normalisht do ta hapim se s'ka problem. Zojnë e gazër gjumi, ne ngelem unë ngela duke ngrënë. Si do ta shty rrugën? Po si po flej kjo. Ne vazhdojmë që të jemi akoma rrugës. Jemi futur në Zvicër, siç e pat. E më drita ime, do të flasi dhe kjo sa herë. Edhe vazhdojmë. Kemi edhe 4 orë rrugë. Edhe 3 orë, se unë gatrova, pas kam të ngabim dhe 3 orë. Mirë gullandoj në malet.
Tani jemi në ndalesën e radhës. Kemi ndaluar këtu në një vend. Edhe do shkojmë do ham bukë. Do shkojmë në tualet. Zoi që mezi e ka pritur këtë momentin. Se zota filmoj Zoina ku është këtej. Duket asnjë një gjë, nuk duket se jemi në autostradë normal. Shiko, liqen, çaj, presti pak. Bëra pak make-up, sepse edhe sa ka ngelur për zbritur. Dhe 1 orë dhe 2 orë. 1 orë 20 minuta. Po fole. Edhe pak ka ngelur, hajtme. Edhe bëra pak fondatin, pak blash kështu se sa më lazoi, sa fjetizoi ato gjysmë ore. Flokët normalisht do t'i kap edhe njërë tjetër, se nuk i kam mirë, por për makinë janë mirë, se normalisht do prishëm prapë. Që se dëgjoni këtë zhurnën këshu, Nele mama, të tregoj shtyre në shkjo rosa. Ja, ka goca. Që e ka marrë në TikTok. Kjo është dogana, pse s'ke kalu ti kur ke kalu këtu? Kaluam edhe doganën që arritëm në Itali. Tani jemi në Italia. Ua, që ishte? Një motor. Tani jemi në Itali. Ora, sa është ora? Ora është 3:30. Fix, do më thënë, sa të shkëm shpinëve, i bje 12 orë. 12 orë rrugë. Se kemi pas edhe trafik plus në Zvicër. Tjetër. Në ndanë dhe Për zotis në nda trafiku, nuk në nda trafiku.